Ajo nuk është vetëm një konkurrente, por një figurë që tërheq vëmendje, krijon diskutime dhe ndikon në atmosferën e përgjithshme. Edhe Ermal Mamaçi nuk nguroi ta theksoj këtë, duke u shprehur me bindje se Soni Malaj është nga ato konkurrente që nuk hyjnë thjesht për të qenë pjesë, por për të shkuar deri në fund. Komenti i tij se është e para që do hyjë dhe e fundit që do dalë nga shtëpia u interpretua si një shenjë besimi te forca dhe karakteri i saj. Dhe në fakt, kjo nuk është as pak e çuditshme. Soni përfaqëson një tip artisti që është mësuar me sfida. Jeta në skenë nuk është e lehtë, kërkon përkushtim, punë të vazhdueshme dhe aftësi për të përballuar presionin. Të gjitha këto cilësi janë shumë të vlefshme edhe në një reality show si Ferma VIP, ku përballesh jo vetëm me sfida fizike, por edhe me situata emocionale dhe sociale. Për më tepër, përvoja e saj me publikun e bën atë shumë të vetëdijshme për mënyrën si komunikon dhe si sillet. Ajo di të ruajë një imazh, por njëkohësisht di të jetë e natyrshme, një kombinim që shpesh e ndihmon shumë në këto formate. Pjesëmarrja e saj ka sjell edhe një dimension tjetër në spektakël, elegancën dhe finesën. Në një ambient si Ferma, ku gjithçka është më e thjeshtë dhe më rustike, prezenca e një artisteje si Soni krijon një kontrast interesant që publiku e shijon. Në fund, Soni Malaj mbetet një nga figurat më të forta të këtij edicioni. Ajo nuk është vetëm një konkurrente, por një simbol i qëndrueshmërisë në skenën shqiptare. Dhe pikërisht për këtë arsye, shumë njerëz besojnë se ajo ka potencialin të shkojë shumë larg në këtë garë, ndoshta edhe ashtu siç tha Ermal Mamaçi, deri në fund fare.